Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën mrekullit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, Allahu Gjelleshanuhu ju dhuroi pejgamberve të tij mu'gjize që njihen në terminologjinë e fesë islame, në gjuhën shqipe pra ju dha mrekulli. Nëpërmes mrekullive që Allahu i lartësuar ja u jepte pejgamberve të tij, me to dëshmonte pejgamberin e tyre, me to dëshmonte shpalljen e Allahut për to, dhe me to dëshmonte fen e pranuar të vetme të Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar në Kur'an për mu'gjizat, për mrekullit që ja u jepte pejgamberëve të tij si dëshmi për pejgamberin e tij dhe fen islamin në përgjithësi, Allahu çfarë thot në Kur'an? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Ne i kemi dërguar të dërguarit ton bil bayyinat, me fakte, me argumente të qarta. Ne ju kemi dhënë atyre pejgamberëve ton fakte, argumente të qarta, sa që nuk përmbajnë kundërshtimin e tyre me sinqeritet dhe me logjik apo arsye. Nëse dikush ka kundërshtuar, ai ka kundërshtuar nga inati, refuzimi dhe mendjemadhësia e tij. Mrekullia është dy llojesh. Pra të gjitha mrekullit që Allahu i lartësuar u ka dhënë pejgamberëve të tij, ato janë dy llojesh. Lloji i parë i mrekullive është veprim i cili në duart të njeriut dhe ka mundësi ta realizojë. Pra, një veprim është në mundësinë e realizimit nga vetë njeriu. Pra, Allahu Gjelleshanuhu ju ka thënë, pra, realizonja këtë dhe nëpërmes saj do të dëshmohet e vërteta edhe e sakta. Rast për këtë kemi shembullin ku Allahu Gjelleshanuhu i sfidoi hebrejt për të dëshiruar vdekjen. Sepse në bazë të besimit të tyre, hebrejve, ata janë një popull i veçantë, një popull i zgjedhur i Allahut të lartësuar, dhe ata besojnë se vetëm ata do të hyjnë në xhennet, përndryshe kush nuk është prej tyre do të jenë në zjarr, përndryshe do të ishim krijuar në një formë tjetër, po na ka krijuar Allahu në këtë formë që jemi të bukur kur t'ju shërbejmë atyre. Thjesht këtë fakt me një klikim në Google edhe mund ta vërtetoni. Thjesht vetëm të lexoni Talmudin se çfarë thot,
Ne kemi edhe Kur'anin, po edhe atë për të bindur edhe më tepër, dhe të ta shihni këtë fakt. Edhe pejgamberi alayhis salam që t'ua vërtetoj se ata nuk kanë të drejtë për diçka të tillë, ata i sfidoj me këtë çështje. Pra, me çështjen e dëshirës së vdekjes. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Kul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'un lillah. Kul, thuaj o Muhammed, ya ayyuhalladhina hadu, o ju hebrenj, in za'amtum annakum awliya'un lillah. Nëse ju vërtet pretendoni se jeni miqt të zgjedhurit e Allahut të lartësuar, min dunin nas, nga gjithë njerëzit tjerë, ju jeni më të veçantit, më të dalluarit, më specifikët jeni, ashtu siç pretendoni ju, çfarë? Fatamannau al-maut in kuntum sadiqin. Atëherë që ka lehtë. Dëshironja dhe lutnja Allahun që të vdisni se ju e paski të garantuar xhenetin. Ju paski të garantuara gjithçka. S'ka nevojë të lodheni, s'ka nevojë të punoni. Thjesht lutnja Allahun që të vdisni dhe vërtet që do të vërtetoni se ju vërtet në zemër besoni se jeni më të mirët. Mirë po, ata nuk e vepruan diçka të tillë. Madje ata janë nga njerëzit më të dashuruar pas kënaqësive të kësaj bote. Nga fakti që ata nuk u lutën për vdekje dhe nuk e dëshironin vdekjen, kjo ishte në duar të tyre. Nëse ata do e bënin, atëherë do ta vërtetonin se Kurani së shpallje Zotit dhe Muhamedi sa nuk është pejgamber. Po nga fakti që ata nuk e pranuan një sfidë të tillë, pra kjo është nga mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, që edhe një herë dëshmon për pejgamberinë e Muhamedit alayhis salam dhe dëshmon për Islamin si fe të vetmen të pranuar te Allahu i lartësuar. Lloj i dytë i mu'gjizeve apo mrekullive të Allahu të lartësuar është veprim i cili është jashtë mundësisë së realizimit nga ana e njerëzve. Shif, e kundërta e të parës. Mrekullia apo lloji i parë i mrekullive ishte kanë mundësi njerëzit ta realizojnë dhe ta vërtetojnë atë që e pretendojnë, po të nuk e realizojnë. Atë çfarë nuk kupton kjo? Se pretendimi i tyre është i kot. Mirë po, lloji i dytë tash është e kundërta e llojit të parë. Çfarë? Veprime të cilat ndodhin, mirë po jashtë mundësisë së realizimit të tyre nga ana e njerëzve. Si për shembull, mos pasja fuqi në qarjen e hënës, si një nga mrekullitë e Allahu xhalleshanu që dëshmon pejgamberin e Muhamedit alayhis salam. Po ashtu, mos mundësia e udhëtimit të tij për Muhamedit alayhis salam nga Mekka në Mesxhidi Aqsa në Beitul Maqdis dhe deri në katin e 7 të qiellit. Po ashtu mrekullit tjera të cilat nuk janë në dorën e njerëzve në ndërhyrjen e tyre. Mirë po, nëse realizohet me lutjen e pejgamberit alayhis salam diçka e tillë. Do ta shpjegojmë inshallah, nëse jo këtë javën tjetër, mrekullia e qarjes së hënës. Kërkuan Mekasit që të qahet hëna dhe nëse ndodh diçka e tillë me lutjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon që vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij
dhe Allahu e realizoi, se Muhamedi s'u e realizon, Allahu e realizoi po me lutjen e tij. Dhe nëse është ky komunikim në të njëjtën kohë dhe realizohet ajo, atëherë ky është pejgamber i Allahut të lartësuar. Pra, ky është lloj i dytë i mucizeve apo mrekullive të Muhamedit alayhis salam. Pra që i ka dhënë Allahu diçka Muhamedit alayhis salam që të tjerët nuk mund ta realizojnë. Atë as Muhamedi nuk ka zënë. E realizon Allahu, po me lutjen e Muhamedit sa që tregon se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut xhelle shanuhu. Mrekullit e Allahut të lartësuar, të cilat ja dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë të shumta. Janë aq të shumta, o vëllezër të dashur, saqë dietarët kanë shkruar vepra të tëra për mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, si bazë, Allahu i lartësuar që të vërtetoj pejgamberin e gjithë pejgamberëve të tij, ai u ka dërguar pra mrekulli. Ajo që është e rëndësishme, edhe që ne duhet të mësojmë, është fakti se Allahu i lartësuar, kjo shumë e rëndësishme, ka dërguar gjithmonë tek popujt pejgamberët e tij me ato mrekulli, shifni, me ato mrekulli të cilat kanë qenë aktuale tek ai popull. Për shembull, që ta kuptojmë këtë fakt. Allahu i lartësuar e dërgoi Musën alayhis salam te populli i tij me një mrekulli e cila ishte aktuale në shoqërinë e tij. Edhe kur e dërgoi Musën me këtë mrekulli, edhe i sfidoi njerëzit e kohës dhe ishte më i mirë se të gjithë, ato që ishin të sinqert, të mençur, e pranuan thirrjen e pejgamberëve të Zotit pas argumenteve dhe fakteve bindëse. Në kohën e Musës alayhis salam ishte jashtëzakonisht e zhvilluar magjia, sihri, saqë mbureshin njerëzit me magjit e tyre. Kishin autoritetin më të madh magjistarët. Gjithçka rrotulloheshte në kohën e Musës alayhis salam rreth sihrit. Dhe ai i cili ishte më i fuqishëm, më i zoti në sihr, në magji, ai ishte edhe më autoritativi, ishte më i fuqishmi edhe më i veçanti. Me çfarë e dërgoi Allahu i lartësuar Musën? Që të sfidoi popullin e kohës së tij me atë që ishte aktuale në mesin e tyre. Çfarë thot Allahu i lartësuar? Thot kështu: "Falqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin." Edhe Musa alayhis salam, mrekullia dha Allahu shkopin. Çfarë tha Allahu? "Falqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin." Kur e gjunte Musa alayhis salam shkopin, dhe ai konvertoheshte në një gjarpër të qartë. Wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin. Dhe mrekullia tjetër ishte kur ai e fuste dorën e tij në xhep dhe kur e nxjerrte i bëheshte dora e tij e bardhë. E çfarë ndodhi? Pra, që të vërtetohet pejgamberia e Musës alayhis salam dhe të humbet ajo që është më aktualja në kohën e tij, sihri, dhe të shohin njerëzit se sihri është diçka e kot dhe duhet
përmbajtur dhe kapur për shpalljen e Allahut të lartësuar, e sfidoi Musa a.s. popullin e tij dhe magjistarët me ditën e festës që ishte ndër popullin e Firaunit. Edhe në atë ditë feste, ata u morën vesht që ta mposhtin Musën a.s. Do të bëjnë magjin më të madhe të mundur dhe do të mposhtin Musën a.s. me magji. Dhe e lanë takimin e tyre që të paraqesin argumentet e tyre, e lanë në ditën e festës. Çfarë bëri Firauni? Mblodhi magjistarët më eminent të asaj kohe, ju dha para, ju dha pasuri, ju dha gjithë shka. Çfarë i tha? Ata besonin se më e madhe është magjia dhe është gjithë shka. Tha, do të bëni magji dhe do ta mposhtni Musën a.s. Ata bën magjit më të fuqishme të mundshme. Dhe u mblodhen në ditën e festës, para syve të njerëzve dhe bën magji. Hodhën litarët e tyre dhe litarët e tyre u konvertuan në gjarprinj, por jo në gjarprinj real. Po çfarë? Sahara a'yunan nas. Ju bënë sytë e njerëzve, sihr ju bëni, magji ju bëni, ju bënë magjistarët, sa që në sytë e tyre ata litar dukeshin në gjarprinj. Dhe çfarë ndodhi? Atëherë i tha Allahu Gjelleshanuhu Musës a.s. që ta hedh shkopin e tij. Kur e hodhi Musa a.s. shkopin e tij, u konvertua shkopi i tij në gjarpër, edhe çfarë? E mposhti të gjithë ata gjarprinj që ju dukeshin njerëzve si gjarprinj. Çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që duheshte të ndodhë. Kur e pan magjistarët se kjo e Musës a.s. nuk është magji, por se është argumenti gjallë për pejgamberin e Musës a.s., çfarë? I besuan të gjithë Allahut, i besuan të gjithë Musës a.s. si dërguar i tij dhe ran në sejdë. Allahu thot: "Wa alqi ma fi yaminike talqaf ma sana'u inma sana'u kayda sahir." Pra, wa alqi ma fi yaminik, hudhe, gjuaje atë që e ke në anën e djathtë tënde dhe shif se çfarë do të ndodh me krijimtarinë e tyre, pra me sihrin e tyre. Ata vërtet bën magji, wala yuflihu as-sahiru haythu ata, mirë po nuk fitojnë, nuk ngadhnjejnë magjistarët, sido që bëjnë, çfarëdo që bëjnë, do të ngadhnjej haku edhe e vërteta. Kështu që ata e pranuan Islamin. Edhe në vëllezër të dashur, si imam, si hoxhallar dhe si xhamat, si besimtar, duhet ta shohim çfarë është aktuale në kohën tonë, pra të mësojmë për këtyre rasteve. Çfarë është aktuale, ta mësojmë, ta bëjmë edhe më mirë se sa që e kanë të tjerët, edhe me atë të konkurojmë edhe të i shpallim argumentet tona ndaj të tjerëve. Po ashtu, fakt tjetër se Allahu i lartësuar i dërgonte pejgamberët e tij me argumente dhe çështje, fakte që ishin aktuale në kohën e tyre, është edhe rasti i Isaut a.s. Çfarë ishte aktuale në kohën e Isaut a.s.? Në kohën e tij aktuale ishte mjekësia.
ishin aq të fuqishëm në mjekësi, sa që vërtet ishin të mahnitshëm. E çfarë? Allah e çoi Isën a.s. me më madhështore se në atë që ishin ato. Çfarë ju tha? Ju mirë kështu. Mirë, po kjo është vullnet i Zotit dhe dëshirë e realizimit të Allah për diçka të tillë. Ndërsa më e madhe se kjo është Allahu, feja dhe i dërguari i Tij. Çfarë do Allah për këtë fakt? Thot: "Wa ubrihu al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi'idhnillah." Unë thot ubrihu al-akmaha wal-abras. I shëroj thot të sëmurit, wal-abras, i shëroj ata që janë me beras, me atë sëmundjen e lëkurës që ju bëhet e kaft, wa uhyi al-mauta bi'idhnillah, dhe i ringjalli çfarë? Të vdekurit me urdhrin e Allahut. A ka medicinë që mund ta bëjë diçka të tillë? Jo, nuk ka. S'ka mjekësi që mund ta ringjallë të vdekurin. Po nga fakti që Isa a.s. me lutjen e tij e realizon Allahu ringjalljen e të vdekurve, ata që ishin të sinqert edhe të mençur, ata i pranuan këto fakte dhe ju bindën e besuan Allahun, të dërguarin e tyre, dhe realizuan në praktikën e jetës së tyre mësimet e Allahut të lartësuar. Për atë, edhe ne duhet analizuar mirë çështjet aktuale që na shoqërojnë në kohën tonë, të bëhemi perfekt në ato çështje dhe me ato të luftojmë me luftën e argumentit, fakteve që njerëzit e mençur e të sinqert t'i kthehen Allahut të lartësuar. Kjo është vëllezër pjesa e parë në lidhje me temën mrekullitë e Muhamedit a.s. Ndërsa të jemi shëndosh e mirë, javën e ardhshme do ta vazhdojmë edhe pjesën e dytë të njëjtës temë, pra mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku do të shohim më konkretisht ç'tash në lidhje me mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët shtojnë dijen e tyre për Allahun, shtojnë bindjen e tyre për Allahun dhe realizojnë në praktikën e jetës së tyre mësimet e Allahut. Amin. Wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.